Ju lutem gjeni kësulkuqen e vogël. Bota e putrave me bipin, popon dhe bu. Me pak mjalt, kjo do të ketë si e shumë të mirë. Është një blet. Çfarë? Prit pak. Nëse ndjek atë bletën, me siguri që unë do të gjej mjalt. Harrova fare. Bibi, mos i fol dhe mos ndish në një të panjohur, në rregull? Si t'ja bëj? Nuk do të vënohem. O blet, më prit dhe mua. O blet, blet. Dëgjo bleta, unë do të marr pak fare mjalt. Duket ka qeshishme. Largoni pra, më ndihmoni. Unda jote ngjan si një luleshtër dhe vërtet. Ja, të talën me mua, bu. E shikon të thashtë mos ndjekësh në një të panjohur, Bibi. Çfarë do të bëje nëse ajo bleta do të tregojë shumë e keqe me ty? Blet shumë e keqe the? Po të ishte ashtu? Do t'ja tregoja unë pastaj. Do t'i jepja një mësim të mirë. Bibi ti je i veçantë. Bu, si do t'ja bëjmë ne të dyja me të? Mos. Duhet të ketë ndodhur diçka. I ka ndodhur diçka kësulkuqes së vogël. Jo. Duhet të nxitojmë. Në rregull. Dhe tani të shkojmë. Magjia e putrave. Është bota e putrave! Jam shumë i gëzuar! Shikoni atje! Shtëpia e gjyshës së kësulkuqes. Çfarë? Ku? O gjyshe! Gjyshe, është e vërtet që kësulkuqja e vogël është zhdukur? Është e vërtet. Ajo duhet të vinte sot në mëngjes, por nuk ka asnjë shenjë prej saj. Nuk duhet të shqetësohesh, gjyshe. Do ta gjejmë ne kësulkuqen e vogël për ty. Po! Faleminderit. Kësulkuqja e vogël e mban gjithmonë veshur pelerinën e saj të kuqe. Në rregull. Mirë pra mish, le të shkojmë të gjejmë kësulkuqen e vogël më një herë. Në rregull. Kësulkuqja e vogël! Kësulkuqja e vogël! Pakuje! Kësulkuqja e vogël! Kësulkuqja e vogël! Tik-tak! Po to branda. Më lër të shkoj në shtëpi. Të lutem më nxirr që këtu. Në rregull, tani jam unë heroi i përrallës. Ja kjo këtu, edhe kjo tjetra, ja pra. E tani që unë jam heroi, duhet të kthehem në kësulkuqe. Njam, 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 mi, më transformo! Do kem shkëlqyesh. Tik-tak, tik-tak.
Çfarë? Tik-tak, 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 Çfarë? Janë kthyer përsëri ata? tik-tak, Tik-tak, shko dhe sille këtu ata, mistreca. tik-tak. Ekziston gjithmonë një mënyrë. Në rregull. Mja, tik-tak, transformo. Tik-tak! Oh, tik-tak, tik-tak! Tik-tak, tik-tak! Kë rrugë duhet të marrim ne tani, miq? Do bëj provën e përshtymës. Tu. Oh, Të kërkojmë falje, o Fazan. Unë nuk doja të të pështyja. Faleminderit që më kuptove. Hej, Fazan, a e ke parë kësulkuqen e vogël? Mendoj sa i e di se ku është kësulkuqja e vogël. Bibi, nuk duhet I besosh fjalëve të një të panjohuri. ka të drejtë. Më duket shumë fytyrë e njohur. Me të vërtet? Mimi. Hej, Fazan, na prit edhe ne! Hey, Bibi! Hej, Fazan, na prit edhe ne! Fazan! Ata më në fund po vinë. Po, bu, nxitoni! Po, mendoj se kemi hyrë shumë thellë në pyll, më mirë të kthehemi. Por Bu, nuk mund ta lëm Bibin të shkoj vetëm. Përshëndetje. Po kush je ti? Unë jam kësulkuqja e vogël. Çfarë? Ti je kësulkuqja e vogël? Nuk kam mundësi. Bibi, le ta krahasoj me fotografin. Ajo ka veshur pelerin të kuqe, kështu që duhet të jetë kësulkuqja e vogël, mendoj. Por fytyrën nuk e ka si ajo. Jam shëndoshur pa kohë të fundit. Ja një më ndiqni, të ju ja pak buk me lëngrushi. Vërtet? Juhu! Prit pak. Ha? Nëse ti e kësulkuqja e vogël, përse I ke veshur tash me majuca? Dua që dëgjoj ju më parë, prandaj I kam ngritur veshët. Jafto bëhet dyshues. E ja një hani pak buk me mira. Mirë, në rregull. Prit pak, përse I ke duart kaq të mëdha dhe leshatorët? Përse këta mistreca bëjnë kaq shumë pyetje? Diçka nuk shkon si duhet. Ato janë të mëdha. Që t'jo kap ju me leci! Bu, unë po vi! S'ke ku shkot! Ku me ndonë se po shkot? Ky është fundi për të gjithë ju! Për të thënë nga të mirë! Sigur të zonë ti mistrac! Mel, nëse vazhdon lëndon miqtë e mi, unë do të sigurojmë që ti mos ta përdorësh më shkopin tënd. Të lutem, të kërkoj pjesë, të lutem! Të premtoj, nuk do të dosë kurba. Më premton? Mirë, pra mere. Bibi, jo! Mos I beso Melit, ai gënjen! Të premtoj që s'do ta bëjmë kur. Shkopi I magjik! Kapa! Tik-tak, Bibi!
më shpëtuar. Jam shumë e lumtur që ti je mirë. Tani mund të kthehesh në shtëpi shëndosh e mirë. Urdhëro, kjo këtu është e jotja. Faleminderit. Jam shumë mirënjohëse ndaj jush. Gjyshja më thoshte gjithmonë të bëja kujdes nga të panjohurit, por këtë herë unë e harrova. Faleminderit. Edhe unë të njëjtën gjë bëra. Jo vetëm vura veten në rrezik, por vura edhe miqtë e mi në rrezik. Pra, kësulkuqja e vogël dhe Bibi mos ndiqni më të panjohur. Më kuptuat? Kur më? Në rregull, mendoj se është kohë të kthehemi në shtëpi. Po. Miru pafshim, miq. Po, miru pafshim. Teatri i putrave. Gjyshe! Oh, vogëlushja ime, a e di se sa shumë u shqetësova unë për ty? Më vjen shumë keq për këtë gjyshe. Nuk do ta përsëris më kurrë këtë gabim. Oh, më gëzove shumë. Hej, miqtë e mi, a keni ndjekur ndonjëherë një të panjohur dhe keni hyrë në telashe si kësulkuqja e vogël? Oh, e keni bërë dhe ju? Ka disa të panjohur që janë shumë të sjellshëm dhe miqësor, si Popo dhe Bibi. Ka disa të tjerë që mund të jenë të këqij si Mel, kështu që nuk duhet të shoqëroheni kurrë me ta. Më premtoni, ju pres përsëri te bota e putrave. Mirupafshim!